Saranda rezulton e pastër nga murtaja e të imtave, autoritetet në gatishmëri të shtuar. Pas konstatimit të një vatre me bagti të prekura nga murtaja vetëm një ditë më parë, edhe Saranda ka hyrë në një fazë monitorimi intensiv nga strukturat përkatëse. Deri më tani territori i bashkisë rezulton i pastër, por rreziku ka vendosur në gatishmëri të lartë Drejtorinë e Bujqësisë dhe Ushqimit si dhe Policinë Bashkiake. Mustafa Lama, drejtor pranë kësaj drejtorie, deklaroi se ekipet janë të pranishme në terren, duke ndjekur nga afër çdo zhvillim dhe me autoritet për të ndërhyrë me njerë. Ai shtoi se temperaturat e larta aktuale përbën një avantazh natyror në përballimin e sëmundjes, ndërsa paralelisht po bëhen përgatitjet për aplikimin e vaksinës kundër mortajës. Këtë lloj situate nuk e dëshironte askush. Fatmirësisht Saranda është e pastër. E gjithë bashkia Saranda, ashtu si gjithë vendi, jemi të gjithë në alert. Jemi në kushte karantine. Kjo do të thotë që Drejtoria e Bujqësisë dhe Policia Bashkiake janë në krye të punës dhe janë vendimmarrës. Nuk lejojmë lëvizjen e baktive nga një parcelë në tjetrën, lëvizjen e baktive për të ushqitur ose kalimin e tyre nga kullota dimërore në kullota verore. Kjo është taksative pa negociueshme. Zero lëvizje baktish. Sa më të izoluar aty mbajmë, sa më larg njëra tjetrës, aq më mirë është. Ka një gjë, është një sëmundje mbartur, ardhur, e re, nga vendet fqinje, e kanë kaluar vendet fqinje. Ju dini një gjë që përhapet në 100% të gjë së gjallë aty ku bie, në 100%. Pra në një rast do ta zgjesohet 100% e tufës. Ka edhe një problem tjetër, është rrit 2-3 ditë e fshehur, pastaj shfaqet. Në ato 3 ditë që kafsha është e infektuar dhe nuk e shfaq sëmundjen, mund të bëjë transmetimin në shumë bakti. Nuk është për alert, nuk është për të marrë kaq shumë se nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu, zero. Problemi është ky, në atë moment që kafsha është e infektuar, duhet ta zgjesohet, pa nuk duhet të kaloj për tregtim. Blegtorët kanë një problem. Mundësisht kanë ta fshehin sëmundjen, sepse çon në zgjesimin e gjithë tufës, një rast. Janë sensibilizuar, është thënë me qindra herë, është shumë akute, shumë problematike. Prandaj këtu ngulmen më shumë. Erdhi rasti, duhet të lajmërohet me një herë. S'ka asnjë zgjidhje tjetër. Kemi vetëm një avantazh, që temperaturat e larta 35 deri 37 gradë e azgjësojnë këtë lloj, presojmë që deri në shtator të zerohet si sëmundje dhe këti i kemi izoluar, po duan ujë. Prandaj dhe lëvizja e tyre në vendburimet në lumet që kemi bëhet shumë e komanduar, shumë e kontrollueshme që mos kemi as bashkim të baktive dhe as transmetim nga njëra tek tjetra. Tashmë po përgatitet edhe vaksina për këtë lloj sëmundje. Në territorin e Bashkisë Sarandë, sipas kontratave të lidhura për kullota, aktualisht mbarshtohen rreth 5000 krerë të imta. Në kushtet e kërcënimit nga murtaja, po zbatohen masa të shtuara për të shmangur përhapjen e sëmundjes, pasi siç theksojnë autoritetet, prekja një të vetme çon në mënyrë të pashmangshme në zgjesimin e të gjithë tufës.